Një biznesmen fillon të dyshoj për qëllimet e të fejuarës së tij të re kur vëren fiksimin e saj me paratë. Për të zbuluar të vërtetën, ai shtiret sikur ka një atak kardiak dhe shef totësinë tronditëse të gruas që pretendonte se e donte. Por është reagimi i dëshpëruar i punonjëses së tij besnike që zbulon se ku kishte qenë gjithmonë dashuria e vërtetë. Përpara se të fillojmë këtë histori, mos harroni të abonoheni në kanalin ton, të lini një pëlqim në video, gjë që është shumë e rëndësishme për ne, dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni këtë histori. Artan Berisha rregulloi nyjen e kravatës së tij italiane ndërsa vështronte nga dritarja panoramike e zyrës së tij në katin e 23. Pamja e qendrës financiare të Tiranës shtrihej para syve të tij si një tabel shahu, ku çdo lëvizje ishte llogaritur me saktësinë që e kishte shndërruar atë nga një djalë i varfër i periferisë së Kamzës në një nga biznesmenët më të respektuar të vendit. Në moshën 52 vjeçare, Artani kishte ndërtuar një perandori në sektorin e teknologjisë që vlente më shumë se 200 milion lekë, por në atë pasdite të së enjtes, suksesi financiar nuk arrinte të qetësonte shqetësimin që rritej në gjoksin e tij si një hije këmbëngulëse. Kishin kaluar 3 muaj që detajet të vogla ishin grumbulluar në mendjen e tij, duke formuar një enigmë që ai preferonte të mos e zgjidhte, por që këmbëngulte të plotësohej vetë. Elira Hoxha, e fejuara e tij 29 vjeçare, kishte ndryshuar në mënyrë delikate që kur kishin zyrtarizuar fejesën. Në fillim, Artani ja atribuoi këto ndryshime ankthit të natyrshëm që paraprin një martesë, veçanërisht duke marrë parasysh diferencën në moshë dhe statusin shoqëror mes tyre. Elira ishte diplomuar për administrim biznesi në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Tiranës, kishte një bukuri të rafinuar që tërhiqte vëmendjen në çdo mjedis dhe një inteligjencë të mprehtë që fillimisht e kishte magjepsur. Kur u takuan në një event bamirësie në një hotel luksos në Sarand, gjatë një udhëtimi pune, ajo punonte si konsulente në një kompani të mesme dhe bënte një jetë të rehatshme, por larg luksit që rrethonte Artanin. Ajo që e kishte tërhequr më shumë tek ajo ishte pikërisht kjo. Elira nuk kishte treguar interes të menjëhershëm për pasurinë e tij. Përkundrazi, ishte ajo që këmbënguli të ndanin faturat në takimet e para, që refuzoi të pranonte dhurata të shtrenjta dhe që preferonte aktivitete të thjeshta si shëtitjet në park apo darkat në restorante të thjeshta. Artani, i mësuar me gra që afroheshin qartësisht të interesuara për paratë e tij, mbeti i mahnitur me këtë qëndrim. Për herë të parë pas shumë vitesh, u ndjej i dashuruar për atë që ishte, jo për atë që kishte. Propozimi për martesë ndodhi 6 muaj më vonë, në një natë me shi të imët, në balkonin e apartamentit të tij në zonën e ish bllokut. Asgjë madhështore apo restorante me yje Michelin. Artani thjesht u gjunjëzua me një unas të thjesht dhe e pyeti nëse donte të ndante pjesën tjetër të jetës me të. Elira qau, tha po dhe ata u përqafuan gjatë ndërsa shiu trokiste në çatin e xhamt sipër tyre. Ishte një nga momentet më të sinqerta që Artani kishte përjetuar në dekada. Por diçka filloi të ndryshonte pasi lajmi i fejesës u përhap në qarqet shoqërore të Tiranës. Elira, e cila më parë shmangte temën e parave sikur të ishte diçka e sikletshme, filloi të tregonte një kuriozitet në rritje për bizneset e Artanit. Fillimisht ishin pyetje në dukje të pafajshme gjatë darkës, si funksiononte tregu i aksioneve, nëse ishte e vërtet që ai kishte investuar në kriptomonedha, nëse kompania e tij po ecte vërtet aq mirë sa thoshin revistat. Artani u përgjigj me kënaqësi, i lumtur që ndante botën e tij me dikë që donte. Por pyetjet u bën më specifike dhe më të shpeshta. Elira donte të dinte për llogaritë bankare, për mënyrën se si ai organizonte investimet e tij, nëse kishte prokur për persona të tjerë, si funksiononte menaxhimi i pasurisë së tij. Kur Artani përmendi rastësisht se kishte një këshilltar financiar, ajo këmbënguli ta takonte. Kur ai komentoi për një investim që kishte dhënë kthim të mirë, ajo kërkoi detaje për vlerat dhe përqindjet. Kur ai tha se po mendonte të blinte një apartament në Bregdet, ajo menjëherë donte të dinte nëse do ta vinte në emër të dyve. Artani u përpoq ta injoronte sikletin që ndjente. Në fund të fundit, ata do të martoheshin, ishte e natyrshme që ajo të interesohej për financat e burrit të ardhshëm. Por kishte diçka në intensitetin e këtij interesi që nuk i dukej normale. Elira nuk pyeste për ëndrat e tij për të ardhmen, për planet e tij personale, për atë që e bënte të lumtur. Pyetjet e saj silleshin gjithmonë rreth shifrave, vlerave, pasurisë. Javën e kaluar, ajo kishte sugjeruar që të shkonin së bashku në zyrën notariale për të organizuar letrat e martesës.
Kur Artani përmendi se do të donte të bënte një marrëveshje paramartesore, jo për mosbesim, por me rekomandimin e avokatit të tij, Elira reagoi në mënyrë befasuese. Jo me hidhërim apo trishtim, siç priste ai, por me një ftohtësi llogaritse që e la të habitur. Ajo tha se e kuptonte plotësisht se ishte vërtet më e matur dhe menjëherë filloi të bënte pyetje teknike se si funksiononte ky lloj dokumenti. Ishte në atë moment që Artani kuptoi se kishin kaluar javë pa folur për gjëra të përditshme, për ndjenja, për të ardhmen që do të ndërtonin së bashku si çift. Të gjitha bisedat e Elirës në një farë mënyre përfundonin në temën financiare. Ajo donte të dinte për shëndetin financiar të kompanisë, për investimet e tij, për pronat, për sigurimin e jetës. Kur ai përpiqej të ndryshonte temë, ajo shpejt gjente një mënyrë për t'u kthyer tek ajo. 3 ditë më parë, Artani kishte vënë re se Elira ishte bërë evazive me telefonin e saj. Ajo që më parë u përgjigjej telefonatave para tij, tani gjithmonë largohej për të folur. Një mëngjes, ndërsa ajo po bënte dush, celulari i saj ra pa pushim mbi komodinë. Artani pa ekranin dhe vuri re emrin avokat Agron Lejka që pulsonte. Ai e njihte këtë emër. Agron Lejka ishte një nga avokatët më të famshëm të Tiranës, specialist për divorcet milionere dhe ndarjen e pasurisë. Artani ndiu një të ftohtë në shpinë, por u përmbajt për të mos bërë asnjë sken. Kur Elira doli nga banjoja, ai i përmendi rastësisht se telefoni kishte rënë. Ajo pa ekranin, u tensionua lehtë dhe tha se bëhej fjalë për një problem pune të një shoqeje që po kërkonte rekomandim për një avokat. Nga ajo ditë, Artani filloi ta vëzhgonte Elirën me sy tjetër. Vuri re se ajo shmangte shfaqjet spontane të afeksionit, se fjalët e saj të dashura tingëllonin të inskenuara, se buzëqeshjet e saj nuk arrinin në sy. Kuptoi se ajo kur nuk pyeste se si kishte shkuar dita në punë, nëse ishte i shqetësuar për diçka, nëse kishte nevojë për mbështetje emocionale. Nga ana tjetër, dinte përmendësh sa kompani zotëronte ai, cili ishte kuotimi i përafërt i aksioneve të tij dhe madje edhe detaje rreth testamentit të tij, një temë që ajo e kishte trajtuar në mënyrë në duke të shkujdesur gjatë një dreke të dielën. Atë pasdite, ndërsa organizonte disa dokumente në zyrën e tij private, Artani gjeti një shënim që e kishte harruar në një agjend të vjetër. Ishte një mesazh nga Fatime Krasniqi, gruaja që punonte si kujdestare në shtëpinë e tij prej 12 vitesh. Shënimi thoshte vetëm, Zoti Artan, zonja Elira po prekte letrat tuaja në tavolinë kur ju dolët për t'ju përgjigjur telefonin. Më mirë t'ju lajmëroja. Me dashuri, Fatimja. Mesazhi ishte i 2 javëve më parë. Artani kujtoi vagullisht situatën, e kishte lënë Elirën vetëm në dhomën e ndenjes, ndërsa përgjigjej një telefonate urgjente pune në kopsht. Kur u kthye, ajo po shfletonte një revistë në dukje e relaksuar. Por Fatimja, me vështrimin e saj të vëmendshëm të dikujt që njihte çdo cep të asaj shtëpie, kishte vënë re diçka që i kishte shpëtuar atij. Fatime Krasniqi ishte më shumë se një punonjëse për Artanin. Ajo kishte ardhur në shtëpinë e tij kur ai ende po ndërtonte perandorinë e tij, kur kompania ishin vetëm ai dhe 2 ortak që punonin 16 orë në ditë. Në atë kohë, Artani mezi kishte para për të paguar një rrogë të denjë, por Fatimja kishte pranuar të punonte për një shumë simbolike sepse besonte në potencialin e tij. Ajo kishte parë rritjen e kompanisë, netët pa gjumë, momentet e dëshpërimit kur dukej se gjithçka do të shkonte keq, fitoret e vogla që u grumbulluan derisa u shndërruan në suksesin e sotëm. Më shumë se kaq, Fatimja e njihte Artanin si njeri. Dinte që ai dërgonte para çdo muaji në një jetimore në Kamës ku ishte rritur, dinte që ai paguante studimet për 3 të rinj nevojtar pa e ditur askush, dinte që ai vizitonte fshehurazi, azile dhe spitale duke lënë donacione anonime. Artani kur nuk fliste për këto gjëra, por Fatimja vëzhgonte gjithçka me diskrecionin dhe dashurinë e dikujt që vërtet kujdesej për të. Ishte Fatimja ajo që vinte re kur ai ishte i shqetësuar, që i përgatiste çajin e tij të preferuar në netët e vështira, që sigurohej se ai nuk harronte të hante kur ishte shumë i përqendruar në punë. Ishte ajo që njihte shijet e tij, zakonet e tij, frikërat e tij. Kur Artani u sëmur me pneumoni 3 vjet më parë dhe ju desh të qëndronte në shtrat për 2 javë, ishte Fatimja ajo që u kujdes për të si një nën për fëmijën e saj, duke injoruar plotësisht protestat e tij se ajo nuk kishte pse ta bënte atë. Tani, duke mbajtur atë shënim të vogël mes gishtave, Artani kuptoi se ndoshta i vetmi person që vërtet shqetësohej për mirëqenien e tij ishte pikërisht ajo që përfitonte më pak nga pasuria e tij.
Fatimia merrte një rrogë të drejtë, kishte të gjitha të drejtat e punës të rregullta, por kur nuk kishte kërkuar asgjë më shumë se kaq. Kur nuk kishte sugjeruar rritje rroge, kur nuk kishte komentuar për diferencën mes jetës së saj të thjeshtë dhe luksit që e rrethonte në shtëpinë e Artanit. Ajo thjesht bënte punën e saj me përkushtim dhe tregonte një dashuri të sinqertë që nuk varrej nga një shpërblim financiar. Artani e futi shënimin në portofol dhe qëndroi disa minuta duke parë nga dritarja, i humbur në mendime. Qyteti poshtë zjente nga trafiku i funditës, por ai mezi e regjistronte lëvizjen. Mendja e tij ishte e zënë duke u përpjekur të kuptonte se si kishte arritur në atë pikë, i fejuar me një grua që ndoshta e donte vetëm përpara, i rrethuar nga njerëz që i afroheshin për interes, por me një person të vetëm të sinqert në jetën e tij që ishte pikërisht ajo që kujdesej për shtëpinë e tij me thjeshtësinë e dikujt që nuk priste asgjë në këmbim përveç respektit dhe konsideratës. Ai mendoi për javët e fundit, për gjestet e vogla që i kishte injoruar. Si Elira gjithmonë ndryshonte temë kur ai përpiqej të fliste për ndjenjat. Si ajo shmangte kontaktin fizik spontan, por tregoi e dashur kur ishte në prani të njerëzve të tjerë. Si ajo kur nuk kishte treguar interes të vërtet për historinë e jetës së tij, për luftrat e tij, për frikrat e tij, por dinte përmendësh detaje rreth investimeve të tij që atij vet i duhej t'i konsultonte për t'i kujtuar. Telefoni ra, duke i ndërprer mendimet. Ishte Besnik Gashi, shoku i tij më i mirë që nga koha e fakultetit dhe ortak minoritar në kompani. Artan, duhet të flas me ty personalisht. Bëhet fjalë për Elirën. Zemra e Artanit rahu fort, por ai e mbajti zërin të kontrolluar. Çfarë ka ndodhur, Besnik? Më mirë të flasim personalisht. Mund të kaloj nga shtëpia jote pas pak? Është e rëndësishme. Sigurisht do të jem në shtëpi rreth orës 8. Artani e mbylli telefonin me një ndjenjë të çuditshme në stomak. Besniku nuk ishte tipi që krijonte drama pa arsye. Nëse ai ishte i shqetësuar mjaftueshëm për të kërkuar një bisedë personale për Elirën, kjo do të thoshte se kishte zbuluar diçka serioze. Gjatë rrugës për në shtëpi, Artani i lejoi vetes të konsideronte për herë të parë mundësinë që dyshimet e tij nuk ishin thjesht paranojë. Po sikur Elira të ishte vërtet e interesuar vetëm për paratë e tij, po sikur e gjithë ajo marrëdhënie të mos ishte gjë tjetër veç se një skenim i përpunuar. Ideja e bëri njëkohësisht të zemëruar dhe thellësisht të trishtuar. Të zemëruar për tradhtin, por të trishtuar sepse kjo do të thoshte se, edhe një herë, ai ishte gabuar për dikë. Kur arriti në apartament, Fatimia ishte në kuzhinë duke përgatitur darkën. Ajo e përshëndeti me buzëqeshjen e saj të zakonshme, të matur dhe të ngrohtë. Mirëmbrëma, zoti Artan. Darka do të jetë gati për gjysmë ore. Zonja Elira telefonoi dhe tha se do të vijë më vonë sot. Faleminderit, Fatime. Besniku do të kaloj këtu pas pak për të biseduar. Mund të na përgatisësh kafe? Sigurisht, zotëri. Do t'i lë të gjitha gati. Artani shkoi në dhomën e gjumit për të ndëruar rrobat, por më parë u ndal para komodinës ku Elira zakonisht linte gjërat e saj. Gjithçka ishte e organizuar në mënyrë perfekte, makijazhe të shtrenjta, parfume të importuara, bijuteri që ai ja kishte dhuruar. Por kishte diçka të ftohtë në atë rregullim, diçka që nuk transmetonte intimitetin e dikujt që vërtet jetonte aty, që ndihej si në shtëpinë e saj. Dukej më shumë si organizimi i një personi që ishte thjesht kalimthi, duke u kujdesur të mbante gjithçka të patëmet deri në momentin e largimit. Artani tundi kokën, duke u përpjekur t'i largonte këto mendime. Ndoshta po tregoi i padrejt, ndoshta pasiguritë e tij po krijonin probleme aty ku nuk ekzistonin. Por kur pa reflektimin e tij në pasqyrën e komodinës, kuptoi se sytë e tij mbanin një trishtim që nuk mund ta fshite më as nga vetja. Artani po mbushte një gotë whisky kur ra Zilja. Besnik Gashi hyri në apartament me një pamje serioze që Artani nuk e kishte parë prej vitesh, që kur përballuan së bashku krizën financiare të vitit 2008 që gati sa nuk e shkatërroi kompaninë. Besniku ishte një burr 49 vjeçar, i martuar prej 23 vitesh me Teutën, baba i 2 fëmijëve tashmë të rritur, dhe zotëronte atë sinqeritet brutal që vetëm miqtë e vërtet mund ta kenë. Fatime, mirëmbrëma. Si jeni? Besniku e përshëndeti kujdestaren me respektin e sinqert që tregonte gjithmonë, pavarësisht statusit shoqëror të njerëzve. Shumë mirë, zoti Besnik, faleminderit. Po shkoj t'ju sjell kafen.
të dy burrat u drejtuan për në zyrën private të Artanit, një ambient komod me rafte plot me libra, piktura që tregonin historinë e ngritjes së tij profesionale dhe një tavolinë ahu ku kishin nënshkruar kontratat e para të kompanisë dekada më parë. Besniku mbylli derën pas vetes, një gest që nuk I shpëtoi Artanit. Kjo është serioze me të vërtet, apo jo? Artani I shërbeu whisky shokut të tij, I cili e pranoi pa hezitim. Fatkeqësisht po, Artan. Dhe unë shpresoja të isha gabuar. Besniku piu një glënik dhe mori frym thellë. Të martën e kaluar, Teuta po drekonte me shoqet në restorantin e qendrës tregtare Çege, kur pa Elirën duke ardhur vetëm. Donte ta përshëndeste, por vuri re se Elira nuk e kishte parë dhe ishte dukshëm nervoze, duke parë celularin vazhdimisht sikur priste dikë. Artani u ul në koltukun prej lëkure që zakonisht përdorte për të lexuar para gjumit, por në atë moment ndihej sikur po gjykohej nga një gjykatë e padukshme. Çdo fjalë e besnikut tingëllonte si një provë kundër gruas që I kishte premtuar ta donte për gjithë jetën. Pas rreth 15 minutash, një burr elegant, rreth 60 vjeç, Ju afrua tavolinës së saj. Teuta e njohu menjëherë, ishte Agron Leka, ai avokati I famshëm që merret me divorcet e njerëzve të pasur. Ata biseduan për më shumë se një orë dhe Teuta tha se Elira kishte një dosje plot me letra, duke I treguar dokumente atij. Artani ndjeu stomakun t'i shtrëngoi. Emri I avokat Agron Lekës në telefonin e Elirës nuk kishte qenë rastësi, nuk kishte qenë për një problem pune të një shoqeje. Bëhej fjalë për martesën, për paratë. A arriti Teuta të dëgjonte diçka nga biseda? Jo drejt për drejt, por ajo tha se Elira bënte shumë gjeste, duke I ankthshme, dhe në një moment mori celularin dhe I tregoi diçka në ekran avokatit. Teutës Ju duke çuditshme sepse ti kur nuk ke përmendur që Elira kishte probleme ligjore. Më pas, kur më tregoi, unë fillova t'i lidhja gjërat me të tjera që kisha vënë re. Çfarë gjërash të tjera? Zëri I Artanit doli më I tensionuar se sa do të donte. Besniku u ngrit dhe filloi të ecte nëpër zyrë, siç bënte kur organizonte mendimet para se të prezantonte një raport të rëndësishëm për investitorët. Ishte një zakon që Artani e njihte mirë dhe që tregonte se kishte shumë më tepër për t'u zbuluar. Të kujtohet kur përmende se Elira ishte e interesuar të takonte këshilltarin tënd financiar? Mua më dukej normale në atë kohë, por më pas fillova të vërej gjëra të tjera. Në festat e fundit ku kemi qenë, ajo bënte pyetje shumë specifike për investimet, për mënyrën se si e organizoje pasurinë tënde, për trashëgimin e biznesit. Nuk ishin pyetje nga kurioziteti romantik, Artan. Ishin pyetje teknike, sikur po mblidhte informacione. Artani piu një tjetër glënik whisky, duke ndjer lëngun t'i digjte fytin. Çdo zbulim I besnikut konfirmonte dyshimet që ai ishte përpjekur t'i injoronte prej javësh. Në festën e ditëlindjes së Lorik Demit, muajin e kaluar, unë po bisedoja me disa njerëz për projektin e ri të kompanisë kur Elira u afrua. Ajo donte të dinte për pjesëmarrjen aksionere, për mënyrën se si funksionon shpërndarja e fitimeve, për atë që ndodh me kuotat e një ortaku kur ai martohet. Loriku madje bëri shaka më pas se e fejuara jote kuptonte më shumë nga e drejta e biznesit se sa shumica e avokatëve që ai njeh. Për zotin, besnik. Si kam qenë kaq I verbër? Artani kaloi duart nëpër flok, duke ndjer një përzierje zemërimi dhe zhgënjimi që e bënte të ndihej fizikisht I përzier. Nuk ke qenë I verbër, Artan. Ke besuar. Dhe nuk ka asgjë të keqe në këtë. Problemi nuk je ti, është ajo. Besniku ul përsëri, duke afruar karrigen pranë koltukut të shokut të tij. Por ka më shumë. Unë bëra një hetim të vogël vetë. Si kështu? Ti e di që unë kam kontakte në sektor të ndryshëm. I kërkova një të njohuri që punon në sistemin bankar të verifikonte diskretisht disa gjëra për Elirën. Asgjë të palishme, vetëm informacione publike për historikun e kredis, lëvizjet e përgjithshme financiare. Artani e shikoi fiksimisht, duke u përgatitur të dëgjonte diçka që ndoshta nuk donte ta dinte. Ajo ka borxhe, Artan. Shumë borxhe. Kartë krediti në limit prej më shumë se 2 vitesh, financim për një makinë që është me vonesë, kredi personale me interesa të larta. Konsulenca ku ajo punonte pushoi gjysmën e punonjësve 6 muaj më parë, përfshirë atë. Ajo është e papunë prej gjysmë viti dhe nuk të ka treguar. Heshtja që pasoi u ndërpre vetëm nga zhurma e matur e qytetit jashtë.
Artanit i dukej sikur toka po i zhdukej nën këmbë. Elira e pa punë prej 6 muajsh, por ajo dilte çdo ditë në mëngjes, fliste për takime pune, përmendte kolegë dhe projekte. Të gjitha gënjeshtra, të gjitha inskenime, si është e mundur që nuk kam vënë re asgjë? Sepse ti doje të besoje, Artan. Dhe sepse ajo është shumë e zonja në atë që bën. Besniku u përkul përpara, duke folur me butësinë e dikujt që duhet të komunikojë një të vërtetë të dhimbshme. Nga sa zbulova, ajo ka një model. Kjo nuk është hera e parë. Si kështu, model? Para teje, ajo ka qenë lidhur me një biznesmen të sektorit të pasurive të paluajtshme në Durrës. Lidhja zgjati 8 muaj, u ndan kur ai zbuloi se ajo po përpiqej të përfshinte emrin e saj në aktin e pronësisë së një apartamenti që ai do të blinte. Para kësaj, ka pasur një lidhje me një kirurg plastik këtu në Tiranë. Gjithashtu përfundoi kur familja e tij dyshoi për qëllimet e saj. Artani mbylli syt, duke ndjerë një dhimbje që nuk ishte fizike, por që dukej se po i coptonte diçka brenda gjoksit. Gjithçka që kishte jetuar me Elirën muajt e fundit por i kontekstualizoi, duke u shndërruar nga një histori dashurie në një mashtrim të përpunuar. Buzëqeshjet, gjestet e dashura, fjalët e ëmbla, premtimet për të ardhmen, të gjitha të llogaritura, të gjitha false. Më duhet të jemi sigurt, besnik. Më duhet ta dëgjoj nga goja e saj ose të kap diçka në flagrancë. Nuk mund të përfundoj një lidhje bazuar vetëm në dyshime, sado të bazuara qofshin. E kuptoj, por si ke ndërmend ta bësh këtë? Në atë moment, Fatimia trokiti lehtë në derë dhe hyri me një tabaka që përmbante kafe të freskët, disa ëmbëlsira shtëpie dhe peceta të hekurosura. Ajo i vendosi të gjitha në tavolinën anësore me saktësinë e heshtur të dikujt që e bënte këtë prej vitesh, por Artani vuri re se ajo u vonua disa sekonda më shumë se zakonisht, sikur të parandjente seriozitetin e bisedës. Faleminderit, Fatime. Janë të mrekullueshme si gjithmonë. Ju faleminderit juve, zoti Artan. Nëse keni nevojë për diçka tjetër, do të jem në kuzhinë duke mbaruar organizimin. Kur ajo doli, Artani mbeti duke parë derën e mbyllur për disa çaste. Fatimia e njihte atë shtëpi më mirë se kushdo tjetër. Nëse kishte diçka të dyshimt në sjelljen e Elirës, ajo me siguri do ta kishte vënë re. Besnik, të kujtohet kur u sëmura me pneumoni disa vite më parë? Sigurisht u shqetësova. Pse? Fatimia u kujdes për mua gjatë asaj periudhe sikur të ishte pjesë e familjes. Jo vetëm që përmbushi detyrimet e punës, ajo vërtet u shqetësua. Më sillte ilaçet në orën e duhur, bënte supë speciale, madje fjeti disa net në divanin e dhomës së ndenjes për të më pasur në nënvëzhgim. Artani përziu sheqerin në kafe, i humbur në kujtime. Në atë kohë mendova se ishte thjesht profesionalizëm, por tani e kuptoj se kishte diçka më shumë. Ajo kujdeset për mua me të vërtetë. Fatimia është një person i veçantë, Artan. Gjithmonë ka qenë. Ka diçka që nuk ta kam treguar kur, besnik. 5 vjet më parë, djali i saj, Besarti, u diagnostikua me leucemi. Një rast serioz që kërkonte trajtim të shtrenjtë, shtrime të vazhdueshme në spital, ilaçe të importuara. Fatimia kur nuk më kërkoi ndihmë, kur nuk e përmendi çështjen, por unë e zbulova kur ajo mungoi disa ditë rresht dhe një fqinje telefonoi këtu duke e kërkuar. Artani piu një glënjë kafe, duke shijuar temperaturën perfekte që vetëm Fatimia arrinte ta qëllonte. Unë pagova të gjithë trajtimin e Besartit. Gjithçka. Konsultat, analizat, ilaçet, shtrimet në spital. Fola me mjekët, organizova specialistët më të mirë, u sigurova që ai të kishte akses në atë që i nevojitej. Fatimia kur nuk e mori vesh që isha unë. Organizova gjithçka që të dukej sikur sigurimi i saj shëndetësor kishte miratuar një trajtim special. Artan. Besniku e shikonte me admirim dhe habi. Djali u shërua plotësisht. Sot ai është 15 vjeç, është në vitin e 2 të gjimnazit, luan futboll në ekipin e shkollës. Fatimia deri më sot nuk e di që isha unë ai që financova gjithçka. Dhe e di çfarë më bën më shumë përshtypje? Ajo kur nuk më kërkoi asgjë. Kur nuk e përdori sëmundjen e djalit për të kërkuar rritje rroge, për të kërkuar favore, për të krijuar ndonjë lloj shantazhi emocional. Ajo e përballoi atë dram vetëm në heshtje, ndërsa vazhdonte të kujdesej për shtëpinë time me të njëjtin përkushtim si gjithmonë. Besniku heshti për disa minuta duke përpunuar informacionin.
Artani rrallë fliste për aktet e tij të bujarisë, por kur e bënte ishte gjithmonë me thjeshtësinë e dikujt që nuk priste njohje. Pse po ma thua këtë tani? Sepse po më ndihmon të kuptoj diferencën mes dashurisë së vërtetë dhe interesit të maskuar. Fatimia ka treguar prej vitesh një dashuri të sinqertë për mua pa kërkuar kur asgjë në këmbim. Elira, e cila duhet të më dojë më shumë se kushdo tjetër në botë, tregon interes vetëm kur tema përfshin para. Artani u ngrit dhe eci drejt dritares së zyrës, duke soditur dritat e qytetit që vezullonin si yje të largët. Tirana zjente poshtë me miliona banorët e saj, secili duke jetuar dramat e veta personale, arritjet dhe zhgënjimet e veta. Ai ndihej i vogël përballë pafundësisë së qytetit, por në të njëjtën kohë i vendosur për të zbuluar të vërtetën për jetën e tij. Unë kam një plan, besnik. E di që mund të duket shumë dramatike, por më duhet të jem absolutisht i sigurt për qëllimet e Elirës. Çfarë lloj plani? Artani u kthye nga shoku i tij me një shprehje që besniku nuk e kishte parë prej vitesh, që nga koha kur përballeshin me vendime të rrezikshme në vitet e para të kompanisë. Ishte një përzierje vendosmërie dhe cenueshmërie që tregonte se diçka e rëndësishme po vendosej në atë moment. Do të simuloj një problem shëndetësor. Një atak kardiak. Do të vëzhgoj se si reagon ajo kur të mendoj se unë mund të vdes ose të mbetem i paaftë. Nëse ajo vërtet më do të vrapoj të më ndihmoj, do të dëshpërohet, do të thërras ambulancën. Por nëse ajo është e interesuar vetëm për paratë. Artan, kjo është shumë e rrezikshme. Po sikur ajo ta zbuloj se është një skenim. Nuk do ta zbuloj nëse e bëj siç duhet. Dhe do të mbështetem tek ndihma e Fatimes. Ajo do të bëj sikur më gjeti pa ndjenja dhe do të vëzhgoj reagimin e Elirës me mua. Jam i sigurt se Fatimia do të pranonte të më ndihmonte nëse do t'ja shpjegoja situatën. Besniku tundi kokën, i shqetësuar për planin e shokut të tij, por duke kuptuar nevojën e Artanit për të zbuluar të vërtetën. Dhe kur ke ndërmend ta bësh këtë? Nesër në darkë. Do të përgatis një darkë romantike speciale për Elirën, do të simuloj disa simptoma gjatë vaktit dhe pastaj do të bie pa ndjenja në dhomën e ndenjes. Fatimia do të jetë në kuzhinë dhe do të shfaqet në kohën e duhur për të kapur reagimin e saj. Po sikur Elira të shqetësohet vërtet? Po sikur dyshimi yt të jetë i gabuar? Artani psherti u thellë, duke treguar se e kishte konsideruar këtë mundësi. Atëherë do t'i kërkoj falje për pjesën tjetër të jetës dhe do të bëj gjithçka për të merituar një grua që vërtet më do, por besnik, thellë në zemrën time, unë e di se dyshimi im është i saktë. Të gjitha shenjat janë aty. Më duhet vetëm një provë përfundimtare për të marrë një vendim. Të dy miqt biseduan për një orë tjetër, duke diskutuar detajet e planit, duke konsideruar problemet e mundshme, por kryesisht duke i ofruar mbështetje njëri tjetrit. Besniku premtoi të ishte i disponueshëm për çdo emergjencë dhe sugjeroi që Artani të përgatiste një regjistrim të situatës, në rast se do t'i duhej ta përdorte ligjërisht në të ardhmen. Kur besniku u largua, Artani gjeti Fatimen në kuzhinë duke mbaruar së lari enët e kafes. Ajo punonte me efikasitetin e heshtur të zakonshëm, por kishte diçka në qëndrimin e saj që sugjeronte shqetësim. Fatime, mund të flas pak me ju? Sigurisht, zoti Artan. Ka ndodhur diçka? Dukeni i shqetësuar. Artani tërhoqi një karrige dhe u ul në tryezën e kuzhinës, diçka që rrallë e bënte. Fatime tha u duart në pecet dhe u ul pranë tij, me vëmendjen respektuese të dikujt që është gati të dëgjojë. Kam nevojë për ndihmën tuaj për diçka delikate. Bëhet fjalë për Elirën. Fatimia nuk tregoi habi, vetëm tundi kokën lehtë, sikur tashmë e priste këtë bisedë. E di që ju jeni shumë vëzhguese dhe e njihni mirë këtë shtëpi, këta njerëz që qarkullojnë këtu. Çfarë mendoni për Elirën? Fatimia mori frym thellë, duke zgjedhur qartësisht fjalët me kujdes. Ajo kishte punuar mjaftueshëm gjatë në shtëpitë e njerëzve të rëndësishëm për të ditur se disa biseda kërkonin diplomaci, por edhe për të ditur se sinqeriteti, kur kërkohej, ishte thelbësor. Zoti Artan, nëse ju po ma bëni këtë pyetje, kjo do të thotë se tashmë keni dyshimet tuaja. Unë nuk do të doja t'ju ndikoja kundër një personi, por gjithashtu nuk mund të gënjej kur më pyesni drejt për drejt. Ju lutem, Fatime, jini e sinqert me mua. Më duhet ta di. Zonja Elira është një grua shumë inteligjente dhe shumë e bukur, kjo nuk mund të mohohet. Por që kur ajo filloi të frekuentoj këtë shtëpi, unë vërej disa gjëra që më bëjnë të ndihem jo rehat.
Fatimia bëri një pauzë duke organizuar mendime. Ajo kur nuk më ka trajtuar keq, gjithmonë ka qenë e sjellshme, por ka një ftohtësi që nuk është normale mes njerëzve që do të bëhen pjesë e së njëjtës familje. Ajo më trajton sikur të isha një mobilje e shtëpisë, e dobishme por pa rëndësi si person. Artani dëgjonte me vëmendje, duke njohur në çdo fjalë një konfirmim të gjërave që ai vetë I kishte vënë re, por ishte përpjekur t'i ignoronte. Ka më shumë, zotëri. Ajo prek gjërat kur ju nuk jeni. Letrat në tavolinën tuaj, dokumentet që mbeten mbi banakun e kuzhinës, madje edhe korrespondencën. Ajo e bën këtë kur mendon se nuk e sheh askush, por unë jam gjithmonë afër, duke rregulluar, duke pastruar. E pash si po fotografonte disa dokumente me celular. Duke fotografuar dokumente? Artani ndjeu një val indinjate. Po, zotëri. Pasqyrat bankare, letrat nga kontabilisti juaj, madje edhe disa kontrata të kompanisë që ju I kishit lënë këtu për t'i rishikuar. Ajo ishte shumë e shpejtë, por unë e pash. Artani shtrëngoi grushtet mbi tavolinë. Situata ishte edhe më keq se sa e imagjinonte. Elira nuk ishte thjesht e interesuar për paratë e tij, ajo po mblidhte në mënyrë aktive informacione për financat e tij. Fatime, do t'ju bëj një kërkesë shumë të çuditshme dhe do t'ju shpjegoj pse. Më duhet të zbuloj nëse Elira vërtet më do apo është e interesuar vetëm për paratë e mia për këtë, do të simuloj një problem shëndetësor nesër në darkë dhe dua të vëzhgoj se si reagon ajo. Fatimia e shikoi me shqetësim amënor, por nuk e vuri në dyshim vendimin. Gjatë gjithë këtyre viteve duke punuar për Artanin, ajo kishte mësuar t'i besonte gjykimit të tij, edhe kur vendimet e tij dukeshin të rrezikshme. Çfarë keni nevojë të bëj unë? Artani I shpjegoi planin në detaje. Fatimia dëgjoi gjithçka pa ndërprerje, duke bërë disa pyetje praktike për kohën dhe pozicionimin, por duke treguar se ishte plotësisht e gatshme të ndihmonte. Zoti Artan, ju e dini se mund të mbështeteni tek unë për çdo gjë. Nëse kjo vajzë po përpiqet t'ju mashtroj, ajo nuk e di se me kë ka të bëj. Ju jeni një person shumë I mirë për të merituar një tradhti të tillë. Kur Artani shkoi të flinte atë natë, Elira ende nuk kishte ardhur. Ajo u shfaq rreth mesnatës, duke pretenduar se kishte dalë për darkë me një shoqe që po kalonte probleme personale. Artani bëri sikur flinte, por vuri re se ajo u vonua në banjo më shumë se zakonisht dhe se kontrolloi celularin disa herë para se të shtrihej. Ndërsa dëgjonte frymëmarrjen e Elirës të bëhej e rregullt pranë tij, Artani planifikoi mendërisht çdo detaj të ditës së nesërme. Nëse dyshimet e tij konfirmoheshin, do të ishte një nga netët më të dhimbshme të jetës së tij. Por nëse ishte e nevojshme të kalonte këtë dhimbje për të zbuluar të vërtetën, ai ishte I përgatitur. Artani u zgjua atë të premte me një përzierje ankthi dhe vendosmërie që nuk e ndjente prej vitesh. Ishte lloji I nervozizmit që paraprinte vendimet e rëndësishme në biznes, por këtë herë nuk bëhej fjalë për kontrata apo investime. Bëhej fjalë për të ardhmen e jetës së tij personale, për konfirmimin e dyshimeve që mund të shkatëronin plotësisht imazhin që kishte për Elirën dhe, rrjedhimisht, besimin e tij në mundësinë për të gjetur dashuri të vërtetë. Elira kishte dalë herët duke pretenduar se kishte takim me një konsulencë të mundshme që mund ta punësonte. Artani nuk komentoi asgjë, por tani e dinte se ishte një tjetër gënjeshtër në listën e gjatë që ajo kishte ndërtuar prej muajsh. Ku shkonte vërtet kur thoshte se ishte në punë? Çfarë gjërash të tjera fshite përveç situatës së dëshpëruar financiare dhe konsultave me avokatin specialist për divorcet? Gjatë mëngjesit, Artani bisedoi shkurtimisht me Fatimen për detajet e fundit të planit. Ajo kishte ardhur më herët se zakonisht, duke treguar të njëjtin përkushtim që kishte pasur gjithmonë kur ai kishte nevojë për mbështetje shtesë. Fatimia e njihte Artanin mjaftueshëm për të kuptuar se, pas qetësisë së dukshme, ai po përballej me një moment vendimtar. Zoti Artan, jeni I sigurt se doni ta bëni këtë? Ende ka kohë të ndryshoni mendje dhe të provoni një bisedë të sinqertë me të. Artani mbaroi së piri kafen dhe shikoi nga dritarja e kuzhinës, duke parë lëvizjen e mëngjesit të Tiranës që nuk ndalej kurrë. Ishte një qytet që nuk të linte të merrje frymë, ku njerëzit luftonin çdo ditë për të mbijetuar, për të prosperuar, për të realizuar ëndrat. Ai kishte qenë një nga këta luftëtarë dhe tani pyeste veten nëse Elira ishte thjesht një tjetër person I gatshëm për çdo gjë për t'u ngjitur shoqërisht. Fatime, nëse unë provoj një bisedë të sinqertë, ajo do të mohojë gjithçka. Njerëzit si ajo janë ekspert në manipulim, në krijimin e versioneve bindëse të realitetit.
Më duhet një provë e pakundërshtueshme, më duhet ta shoh atë duke zbuluar personalitetin e saj të vërtet kur të mendoj se nuk kam asgjë për të humbur. Atëherë do të bëjmë siç keni planifikuar. Në çfarë ore tha se do të kthehej? Rreth orës 6. Do të bëj sikur jam mirë gjatë ditës, madje do të përgatis një darkë speciale për të, sikur dua të festoj diçka. Gjatë darkës do të filloj të simuloj një gjendje jo të mirë dhe pastaj, kur të jemi në dhomën e ndenjes, do të bie pa ndjenja. Atëherë ju shfaqeni, bëni sikur më gjetet kështu dhe vëzhgoni reagimin e saj. Fatimia tundi kokën me seriozitetin e dikujt që po merrte pjesë në një operacion ushtarak. Për të, mbrojtja e Artanit nga njerëzit që mund ta lëndonin ishte pothuajse një instinkt amënor, i zhvilluar gjatë viteve duke vëzhguar se si ai ishte tepër bujar për të mirën e tij. Artani e kaloi ditën në zyrë, por e kishte të vështirë të përqendrohej. I kërkoi sekretares së tij të shtynte disa takime dhe e bëri të qartë se nuk donte të shqetësohej, përveç se në rast emergjence. Qëndroi në dhomën e tij duke rishikuar mendërisht çdo detaj të planit, duke konsideruar reagimet e mundshme të Elirës, duke u përgatitur psikologjikisht për atë që mund të zbulonte. Rreth orës 4 pasdite, vendosi të shkonte në shtëpi më herët. Donte të kishte kohë të organizonte skenën, ndoshta edhe të gatuante personalisht ndonjë pjatë që Elira e vlerësonte. Ironi mizore, të përgatiste një darkë romantike për të zbuluar nëse gruaja që donte ishte e interesuar vetëm ta shkatëronte financiarisht. Kur arriti në shtëpi, Fatimia tashmë po organizonte gjithçka. Ajo kishte bler përbërës të freskët për një risotto me karkaleca, një pjatë që Elira e lavdëronte gjithmonë kur hanin jashtë. Kishte përgatitur tryezën e dhomës së ngrënies me enë të bukura, lule dhe qiring, duke krijuar një atmosferë intime dhe të veçantë. Kushto që do të hynte në atë shtëpi do të mendonte se Artani po planifikonte një natë romantike të paharrueshme. Ju jeni një artiste, Fatime. Gjithçka është perfekte. Shpresoj që pas kësaj nate ju të keni paqe shpirtërore, cili do qoftë rezultati. Artani po mbaronte se përgatituri rizoton kur dëgjoi çelësin e Elirës në brave. Ajo hyri duke folur në telefon, siç bënte gjithmonë kohët e fundit, por e mbylli shpejt kur pa tryezën e përgatitur. Çfarë surprize e bukur, dashuri. Çfarë po festojmë? Elira u afrua dhe e puthi në faqe, por Artani vuri re se ishte një puthje mekanike, pothuajse protokollare. Asgjë specifike. Thjesht doja të bëja diçka të veçantë për ty si shkoi takimi yt. Oh, ishte i shkëlqyer. Mendoj se do ta marr këtë punë. Është një konsulencë e vogël, por e strukturuar mirë dhe ata duken të interesuar për profilin tim. Elira fliste me një natyrshmëri mbresëlënëse, por Artani tani e dinte se çdo fjalë ishte e shpikur. Gjatë darkës, Artani e vëzhgoi Elirën me sy tjetër. Ajo ishte e bukur si gjithmonë, e veshur me një fustan blu të errët që ai ja kishte bler në një udhëtim në Paris. Bisedonte me gjallëri për tema të ndryshme, bënte pyetje për ditën e tij, buzëqeshte në kohën e duhur. Çdo vëzhgues i jashtëm do të thoshte se ishin një çift i dashuruar që po shijonte një natë romantike. Por Artani tani mund të shihte performancën pas spontanitetit të dukshëm. Elira, mund të bëj një pyetje personale? Sigurisht, dashuri. Çdo gjë. A je e lumtur me mua? Me të vërtetë? Elira ndaloi së ngrëni dhe e shikoi me një shprehje që dukej sinqerisht e habitur nga pyetja. Çfarë pyetje e çuditshme, Artan? Sigurisht që jam e lumtur. Pse po e bën këtë pyetje? Ndonjëherë kam përshtypjen se je e largët, sikur ke diçka që të shqetëson. Dua të dish se mund të flasësh me mua për çdo gjë. Ah, i dashur, mendoj se po imagjinon gjëra. Jam thjesht pak e ankthshme për shkak të punës, asgjë më shumë. Ajo shtriu dorën mbi tavolinë dhe i preku të tijën. Ti je burri i jetës sime, Artan. Nuk kam asnjë shqetësim tjetër përveç dëshirës që të jemi të lumtur së bashku. Artani ja shtrëngoi dorën duke ndjerë një trishtim të thellë. Edhe në atë moment, me mundësinë perfekte për të qenë sinqert për vështirësitë e saj financiare, për të qenë pa punë, për çdo gjë që e shqetësonte, Elira zgjodhi të mbante farsën. Sa mirë që e dëgjoj këtë. Sepse unë të dua shumë, Elira. Më shumë se sa e imagjinoja se ishte e mundur të doja dikë përsëri. Edhe unë të dua, Artan. Shumë. Ata mbaruan darkën dhe u drejtuan për në dhomën e ndenjes.
Artani shërbeu verë dhe vuri muzikë të lehtë, duke ruajtur atmosferën romantike. Ishte e rëndësishme që gjithçka të dukej normale deri në momentin kritik. Fatimia ishte tërhequr diskretisht në kuzhinë pas shërbimit të ëmbëlsirës dhe tani priste sinjalin e rënë dakord. Artani dhe Elira u ulën në divan dhe ajo u mbështet pranë tij, duke vendosur kokën në shpatullën e tij. Për një moment, Artani gati sa nuk u lëkun. Po sikur të ishte gabim, po sikur të gjitha dyshimet të mos ishin gjë tjetër veç se paranoje një burri të pasur dhe të traumatizuar nga lidhjet e mëparshme? Po sikur Elira vërtet ta donte, pavarësisht provave të kundërta? Por pastaj ai kujtoi fotot e dokumenteve, gënjeshtrat për punën, konsultën me avokatin specialist për divorcet milionere. Jo, ai nuk po tregoi paranojak. Po tregoi racional. Elira, mund të tregoj diçka që më shqetëson? Sigurisht dashuri. Kam një histori familjare me probleme kardiake. Babai im vdiq nga infarkti në moshën 58 vjeç, gjyshi në moshën 61. Ndonjëherë shqetësohem sepse po ndjej disa therje në gjoks kur stresohem shumë. Elira u largua pak për ta parë dhe Artani vëzhgoi me kujdes reagimin e saj. Në vend të shqetësimit të sinqert që do të priste nga gruaja që e donte, ai pa një shkëlqim interesi që ajo u përpoq ta fshite shpejt. A ke bërë kontrole të rregullta? Ndoshta është mirë të bësh një kontroll të plot kardiologjik. Po, kam ndjekje mjekësore. Por gjithsesi shqetësohem. Sidomos tani që të kam ty, që kam arsye të dua të jetoj gjallë. Nuk mund të mendosh këto gjëra, Artan. Ti je i shëndetshëm, bën sport, kujdesesh mirë për veten. Artani vuri re se ajo nuk tregoi asnjë emocion të vërtet kur dëgjoi për historinë e tij familjare. Nuk u trondit, nuk u ofrua ta shoqëronte te mjeku, nuk shprehu frikë se do ta humbiste. Reagoi në mënyrë praktike dhe të largët, sikur ai po fliste për problemin e një të huaj. Ti e di që unë kam një sigurim jete mjaft të konsiderueshëm, apo jo? Jo, kur nuk kam menduar për këtë. Pse po flet për këto gjëra sot, Artan? Po më bën nervoze. Gënjeshtër. Artani e dinte se ajo nuk ishte nervoze nga frika se do ta humbiste. Ishte nervoze sepse ai po përmendte vdekjen dhe sigurimin e jetës, tema që me siguri ishin diskutuar tashmë me avokat Agron Lekën. Më fal, dashuri. Është se ndonjëherë më kap kjo paranoj. Artani vuri dorën në gjoks dhe rudhi lehtë fytyrën. Wow, çfarë therje e çuditshme. Je mirë? Po. Duhet të jetë vetëm lodhje. Ai priti disa minuta duke vazhduar të bisedonte normalisht dhe pastaj vuri përsëri dorën në gjoks, këtë herë me një shprehje më të shqetësuar. Elira, po ndjej një dhimbje të çuditshme këtu. Çfarë lloj dhimbjeje? Sikur të jetë një presion, e di? Dhe po më ngjitet në krahun e maj. Artani u ngrit duke bërë sikur po përpiqej të merrte frymë më mirë. Mendoj se është më mirë të ulem. Elira e vëzhgonte, por Artani vuri re se nuk kishte panik në sytë e saj, vetëm një vëmendje llogaritse. Ajo nuk u ngrit për ta ndihmuar, nuk sugjeroi të thërriste një mjek, nuk tregoi dëshpërim. Dukej më e interesuar të vëzhgonte simptomat se sa ta ndihmonte. Dëshiron të thërras dik? Jo, mendoj se do të kaloj. Artani ul përsëri, por vazhdoi të vinte dorën në gjoks her pas here. Sa e çuditshme, kur nuk e kam ndjer këtë më parë. Ata biseduan për disa minuta të tjera, por Artani vuri re se Elira ishte e tensionuar, sikur priste diçka. Ajo shikonte orën shpesh dhe dukej më pak e interesuar ta ngushëllonte se sa të vëzhgonte gjendjen e tij të përgjithshme. Më në fund, Artani vendosi se ishte koha për pjesën e fundit të planit. Elira, po ndihem shumë keq. Dhimbja po përkeqësohet dhe kam mungesë ajri. Ai u ngrit duke u lëkundur, duke vënë të dyja duart në gjoks, duke bërë sikur e kishte të vështirë të merrte frymë. Elira u ngrit gjithashtu, por mbajti distancë, sikur po shihte një sken filmi. Artan, je shumë i zbeth. Unë mendoj se... Artani u mbështet në tavolinën e kafes, duke bërë forcë për të dukur sikur po luftonte për të qëndruar i vetëdijshëm. Thirr ambulancën. Dhe pastaj ai u la të binte në dysheme, duke mbyllur sytë dhe duke qëndruar plotësisht i palvizshëm. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese.
Artani priste të dëgjonte Elirën të vraponte drejt tij, duke thirrur emrin e tij, duke u përpjekur të verifikonte nëse po merrte frym, duke marrë telefonin për të thirrur ndihmë. Në vend të kësaj, dëgjoi hapa që largoheshin prej tij. Nga një çarje e syve gjysmë të mbyllur, Artani pa Elirën të ndalur në anën tjetër të dhomës, duke marrë celularin. Por në vend që të formonte numrin 127 për urgjencën, ajo formoi një numër që padyshim ishte i ruajtur në agjendën e saj. Avokat Lejka? Jam Elira Hoxha. Duhet të më përgjigjeni tani. Është urgjente. Ajo po bënte telefonatën duke përshpëritur, sikur nuk donte që Artani ta dëgjonte, edhe pse mendonte se ai ishte pa ndjenja. Ai u ndje keq këtu në shtëpi. Mendoi se pati një atak kardiak. Jo, nuk kam thirrur ende askën. Më duhet të di cilat janë të drejtat e mia nëse i ndodh diçka. Artanit i përdridhej stomaku nga neveria. Aty ishte gruaja që thoshte se e donte, që i kishte premtuar se do të martohej me të, që ndante shtratin me të çdo natë, më e shqetësuar për aspektet ligjore të vdekjes së tij të mundshme se sa për ta shpëtuar. Elira nuk e kishte prekur, nuk kishte verifikuar nëse po merrte frym, nuk ishte përpjekur të jepte ndihmën e parë. Reagimi i saj i parë ishte të telefononte avokatin për të pyetur për trashëgimin dhe të drejtat bashkëshortore. Si kështu, pa testament pasuria i mbetet familjes. Por ne jemi të fejuar, kjo nuk më jep asnjë të drejtë. Elira ecte nga njëra anë e dhomës në tjetrën, me sa duket e frustruar nga informacionet që po merrte. Po sikur të mbetet në gjendje vegjetative? Kush vendos për trajtimet? Kush ka akses në llogaritë bankare? Në atë moment, Fatimia hyri në dhomë, duke bërë sikur vinte vetëm për të parë nëse kishin nevojë për diçka. Kur pa Artanin në dysheme, lëshoi një klithmë dëshpërimi që tingëlloi absolutisht e sinqertë. O Zoti i madh! Zoti Artan! Çfarë ndodhi? Fatimia vrapoi drejt tij dhe u gjunjëzua pranë tij, duke i kontrolluar pulsin, duke u përpjekur të dëgjonte frymëmarrjen, duke i kaluar dorën në ball. Zonja Elira, pse nuk thirrët ambulancën? Zoti Artan, ju lutem, mos vdisni. Nuk mund të më lini. Lotët e Fatimes ishin të vërtetë. Edhe pse e dinte se gjithçka ishte në skenim, ajo i lejoi vetes të ndjente frikën e sinqertë të humbjes së dikujt që e konsideronte familje. Artani gati sa nuk u prek kur dëgjoi dëshpërimin në zërin e saj. Fatime, qetësohu. Unë po telefonoja për. Elira u përpoq ta mbyllte shpejt telefonin, por Fatimia kishte dëgjuar një pjesë të bisedës. Kë po telefonoje? Dhe pse nuk ishe këtu pranë tij duke u përpjekur ta ndihmoje? Fatimia filloi t'i bënte presion në gjoks Artanit duke simuluar masazh kardiak. Zoti Artan, qëndro me mua. Do të thëras ambulancën tani. Fatime, prit. Ndoshta është më mirë të thërasim mjekun e tij privat fillimisht. Si kështu, të presim. Ai mund të jetë duke vdekur. Fatimia ndaloi masazhin dhe e shikoi Elirën me një zemërim që Artani kur nuk e kishte parë tek ajo. Çfarë lloj njeriu jeni ju? I fejuari juaj është këtu në dysheme, ndoshta ka nevojë urgjente për ndihmë dhe ju doni të prisni? Ti nuk kupton, Fatime. Këto gjëra janë të komplikuara. Nëse thërasim ambulancën, do të bëjnë pyetje, do të duan ta çojnë në spitalin publik. Dhe cili është problemi? Problemi është të shpëtojmë jetën e tij apo të mbrojmë imazhin tuaj? Fatimia ishte ngritur në këmbë tani, duke u përballur me Elirën me një guxim që vinte nga dashuria e vërtetë dhe indinjata. Që kur ju keni filluar të frekuentoni këtë shtëpi, unë vërej se kur nuk tregoni dashuri të vërtetë për të. E trajtoni sikur të ishte një objekt i vlefshëm, jo si një njeri. Si guxon të flasësh kështu me mua? Ti je vetëm një shërbëtore. Unë mund të jem vetëm një shërbëtore, por unë e dua këtë njeri sikur të ishte familja ime. Dhe ju, që duhet ta doni më shumë se kushdo tjetër në botë, as nuk e prekët kur e pat të rrëzuar në dysheme. Artani vazhdonte të ishte i palvizshëm, por brenda ndjente një përzierje dhimbjeje dhe mirenjohjeje. Dhimbje për të parë të konfirmuara dyshimet e tij më të këqija për Elirën, mirenjohje për të kuptuar se Fatimia vërtet kujdesej për të në mënyrë të sinqertë dhe të painteresuar. Fatime, ti je e trazuar. Nuk e di se çfarë po flet. Unë e di saktësisht se çfarë po flas. Unë ju pash duke prekur letrat e tij, duke fotografuar dokumente kur mendonit se askush nuk ju shite.
Unë ju dëgjova duke bërë telefonata të çuditshme, duke folur për pasuri. A mendoni se unë jam e verbër dhe e shurdhër? Elira u zbe. Ajo nuk e imagjinonte se Fatimia kishte vënë re aktivitetet e saj hetimore. Kjo është qesharake. Unë kur nuk do të bëja një gjë të tillë. A doni t'i tregoj atij kur të zgjohet? Doni t'i flas për atë dosjen me dokumente që ju pash duke studiuar dje kur ai shkoi në treg? Atë që kishte informacione për kompaninë, për llogaritë, për investimet? Fatime, ti po shpik gjëra. Po shpik. Atëherë pse, në vend që të ishit këtu e dëshpëruar duke u përpjekur të ringjallnit njeriun që thoni se e doni, gjëja e parë që bë të ishte të telefonojë një avokat duke pyetur për të drejtat e trashëgimisë? Heshtja që pasoi ishte e tensionuar. Elira kuptoi se ishte demaskuar plotësisht nga dikush që e konsideronte të parëndësishme. Fatimia, me vëzhgimin e saj të heshtur dhe përkushtimin e sinqert, kishte zbuluar brenda disa javësh atë që Artanit ju deshën muaj për ta dyshuar. Unë mund ta shpjegoj. Të shpjegosh çfarë? Që ju jeni e interesuar vetëm për paratë e tij? Që kur nuk keni treguar dashuri të vërtetë? Që e shihni këtë njeri të mirë dhe bujar vetëm si një llogari bankare lëvizse? Artani ndjeu se ishte koha për t'i dhënë fund inskenimit. Kishte dëgjuar më shumë se mjaftueshëm për të konfirmuar dyshimet e tij dhe ishte emocionalisht i raskapitur. Përveç kësaj, nuk donte që Fatimia të vuante më duke u shtirur e dëshpëruar për vdekjen e tij. Ngadalë, ai hapi sytë dhe u ul, duke bërë sikur po rifitonte gradualisht vetdijen. Fatimia menjëherë u gjunjëzua përsëri pranë tij, tani me lot lehtësimi. Zoti Artan. Faleminderit Zotit. Si po ndiheni? Fatime, çfarë ndodhi? Më kujtohet një dhimbje në gjoks dhe pastaj asgjë. Artani shikoi drejt Elirës, e cila ishte ndalur në anën tjetër të dhomës, e zbehtë dhe dukshëm nervoze. Ajo nuk vrapoi ta përqafonte, nuk tregoi lehtësim kur e pa të vetëdijshëm. Duke i më e shqetësuar për pasojat e asaj që sapo ishte zbuluar. Elira? Je mirë? Dukesh e frikësuar. Unë u shqetësova shumë kur të ra të fikët. Nuk dija çfarë të bëja. Fatimia i hodhi një vështrim therrës Elirës, por u përmbajt për të mos shpërthyer përsëri para Artanit. Ai e vuri re tensionin mes dy grave dhe vendosi se ishte koha ta çonte situatën drejt përfundimit. Fatime, mund të na lini vetëm për disa minuta? Mendoj se duhet të flas me Elirën. Jeni i sigurt, zoti Artan? A nuk duhet të shkoni në spital për të bërë disa analiza? Po ndihem më mirë tani. Ndoshta ishte vetëm një shqetësim i çastit. Pas pak vendosim për spitalin. Fatimia u tërhoq me ngurim, por para se të dilte nga dhoma, e shikoi fiksimisht Elirën me një shprehje që thoshte qartë se nuk do të mashtrohej më. Kur Fatimia doli nga dhoma, Artani qëndroi disa sekonda duke vëzhguar Elirën në heshtje. Ajo ishte qartësisht e parehatshme, duke lëvizur duart, duke shmangur kontaktin e drejt për drejt me sy, si një fëmijë i kapur në flagrancë duke bërë diçka të gabuar. Gruaja elegante dhe e sigurt që ai kishte njohur në Sarand i kishte lënë vendin dikujt dukshëm nervoz dhe në mbrojtje. Artani u ngrit ngadalë nga dyshemeja, duke u mbështetur në tavolinën e kafes dhe eci drejt barit të dhomës. Shërbeu një gotë ujë, e piu me qetësi dhe vetëm atëherë u kthye për ta parë. Kishte një ftohtësi në sytë e tij që Elira nuk e kishte parë kur më parë, një vendosmëri që tregonte se diçka thelbësore kishte ndryshuar mes tyre. Elira, duhet të bëj disa pyetje dhe do të doja që të ishe plotësisht e sinqert me mua. Sigurisht, Artan. Më frikësove shumë pak më parë. Mendoj se vërtet duhet të shkojmë në spital për të bërë disa analiza parandaluese. Nuk do të shkojmë askund derisa të zgjidhim disa gjëra këtu. Zëri i Artanit ishte i qetë, por kishte një autoritet në të që e bëri Elirën të tkurej lehtë në divan. Pyetja e parë, me kë po flisje në telefon kur unë rash pa ndjenja? Elira hezitoi për disa sekonda. Artani mund ta shihte mendjen e saj duke punuar shpejt, duke u përpjekur të krijonte një version që ishte i besueshëm pa qenë inkriminues. Telefonova një shoqen time që është mjeke për të kërkuar këshilla se çfarë të bëja. Cilën shoqe mjeke? Atë. Patrician. Ti nuk e njeh. Patricia si? Cili është mbiemri i saj? Ku punon? Artan, pse po më merr në pyetje kështu?
Ti duhet të shqetësohesh për shëndetin tënd, jo të bësh një hetim me mua. Përgjigju pyetjes, Elira. Patricia si? Patricia Silva. Ajo punon në spitalin universitar. Artani tundi kokën ngadalë, sikur po përpunonte informacionin. Pastaj eci drejt tavolinës së tij në cep të dhomës, hapi një sirtar dhe nxori një regjistrues të vogël digjital që e përdorte gjithmonë për takime të rëndësishme. Interesante. Sepse unë e regjistrova telefonatën tënde. Gjaku ju largua nga fytyra e Lirës. Ajo hapi gojen, por nuk arriti të nxirrte asnjë tingull për disa sekonda. Artani shtypi butonin e luajtjes në regjistrues dhe zëri i saj u dëgjua në dhomë me një qartësi kristalore. Avokat Lejka? Jam Elira Hoxha. Duhet të më përgjigjeni tani. Është urgjente. Ai u ndje keq këtu në shtëpi. Mendoj se pati një atak kardiak. Jo, nuk kam thirrur ende askën. Më duhet të di cilat janë të drejtat e mia nëse i ndodh diçka. Artani ndaloi regjistrimin dhe e shikoi Elirën, e cila ishte dukshëm në panik. Dëshiron të dëgjosh më shumë? Ka pjesën ku pyet për testamentin, për të drejtat bashkëshortore, për atë që ndodh nëse mbetem në gjendje vegetative. Shumë interesante për një bisedë me një mjeke të quajtur Patricia Silva, nuk mendon? Artan, unë mund ta shpjegoj. Vërtet? Atëherë më shpjego pse reagimi yt i parë kur mendove se po vdisja ishte të telefonoje Agron Lekën, avokatin specialist për divorcet milionere, për të pyetur për trashëgimin. Më shpjego pse nuk u përpoqe të më ndihmoje, nuk verifikove nëse po merrja frym, nuk thirre ambulancën. Elira u ngrit nga divani dhe filloi të ecte nëpër dhomë, duke u përpjekur qartësisht të fitonte kohë për të organizuar një mbrojtje. Por Artani nuk kishte mbaruar. Me qëra fjala, me që po tregohemi të sinqert, më shpjego gjithashtu pse gënjeve se ishe e punësuar. Shoku im besniku bëri një hetim të vogël dhe zbuloi se ti je pushuar nga puna 6 muaj më parë. Ku shkon çdo ditë kur thua se je në punë? Kush mendon se është besniku që të hetoj jetën time? Ai është shoku im më i mirë dhe ishte i shqetësuar për mua. Dhe me sa duket kishte arsye për të qenë. Artani ju afrua asaj, por mbajti një distancë të sigurt. Përgjigju pyetjes. Ku shkon kur thua se je në punë? Unë po përpiqesha të gjeja një punë të re. Nuk doja të shqetësoja me problemet e mia financiare. Ah, çfarë konsiderate? Por është qesharake, sepse ti nuk tregon të njëjtën konsiderat për problemet e mia financiare. Në fakt, ato duket se të interesojnë shumë. Artani u kthye te sirtari i tavolinës dhe nxori një dosje. E hapi mbi tavolinën e kafes dhe filloi t'i tregonte letra e Lirës. Fatimja është shumë vëzhguese, e di? Ajo vuri re se ti po prek dokumentet e mia kur mendon se askush nuk të sheh. Madje të pa duke fotografuar disa letra. Dëshiron të më shpjegosh pse po fotografoje pasqyrat bankare dhe kontratat e kompanisë? Elira ishte në kurth dhe e dinte. Gënjeshtrat e saj ishin grumbulluar në mënyrë të paqëndrueshme, dhe tani ajo duhej të merrte një vendim, të vazhdonte të përpiqej ta mashtronte apo të pranonte të vërtetën. Artan, ti nuk kupton. Situata nuk është siç duket. Atëherë më ndihmo të kuptoj. Më shpjego si një grua që thotë se më do më shumë se gjithçka në jetë mund të jetë më e interesuar të fotografoj dokumentet e mia sesa të di si më ka shkuar dita. Më shpjego si ti kur nuk pyet për ndjenjat e mia, për shqetësimet e mia, për ëndrat e mia, por di përmendësh detaje për investimet e mia që unë vetë duhet t'i konsultoj për t'i kujtuar. Artani u ul në koltukun përballë divanit ku ishte Elira, duke marrë një qëndrim hetues që e kishte mësuar në vite negociatash të vështira në biznes. Dhe me që po flasim për hetime, dëshiron të dish çfarë tjetër zbulova? Ti ke një model, Elira. Nuk është hera e parë që u afrohesh burrave të pasur me qëllime të dyta. Biznesmeni i Durrësit, kirurgu plastik këtu në Tiranë gjithmonë e njëjta strategji. Kjo është gënjeshtër. Kush t'i tha këto gjëra? Nuk ka rëndësi kush mi tha. Rëndësi ka që është e vërtetë. Dhe e di çfarë më dhem më shumë? Nuk është as fakti që ti je interesuar për paratë e mia, është fakti që ti ke bërë sikur më doje për kaq shumë kohë. Ti më bëre të besoj se më në fund kisha gjetur dikë që më donte për atë që jam, jo për atë që kam. Lotët filluan të shfaqeshin në sytë e Artanit, por nuk ishin lotë trishtimi.
Ishin lot zemërimi, zhgënjimi, frustrimi që ishte mashtruar në një mënyrë kaq të përpunuar dhe mizore. Artan, ti po nxjerr përfundime të nxituara. Unë të dua me të vërtetë. Më do? Atëherë ma provo. Artani u përkul përpara, duke e parë fiksimisht. Më thuaj një gjë që e do tek unë që nuk ka të bëjë me para apo status. Më fol për një bisedë që kemi pasur që të ka lënë mbresa emocionalisht. Më trego një moment kur je shqetësuar për mua si njeri. Elira heshti për sekonda të gjata. Artani mund ta shihte duke u përpjekur dëshpërimisht të gjente një përgjigje, por nuk kishte asgjë të sinqertë në kujtesën e saj për të shpëtuar. Të gjitha momentet e tyre kishin qenë të llogaritura, të gjitha gjestet e dashura kishin qenë një skenim. Ne kemi pasur shumë momente të veçanta. Specifiko një. Vetëm një. Artan, kjo nuk është e drejtë. Ti po më vën në një situatë të pamundur. E pamundur pse? Nëse ti vërtet më doje, nëse ne vërtet do të kishim jetuar momente të sinqerta së bashku, do të ishte e lehtë të kujtoje të paktën një shembull. Në atë moment, Fatimia trokiti lehtë në derë dhe hyri duke mbajtur një tabaka me çaj. Artani vuri re se ajo kishte përgatitur çajin që ai e pëlqente më shumë, atë që e dinte se e qetësonte në momentet e stresit. Ishte lloji i vëmendjes së sinqertë që Elira nuk e kishte treguar kurrë. Zoti Artan, mendova se do të ishte mirë të pinit një çaj. Dhe solla edhe disa biskota me mjalt, ashtu siç ju pëlqejnë kur jeni i shqetësuar. Faleminderit, Fatime. Ju gjithmonë e dini saktësisht se çfarë më duhet. Artani shikoi Elirën ndërsa Fatimia rregullonte gjërat në tavolinë. Ajo grua e thjeshtë, që fitonte një pjesë të vogël të asaj që Elira shpenzonte çdo muaj për rroba dhe kozmetik, tregonte më shumë dashuri të sinqertë për të në 5 minuta se sa Elira kishte treguar në muaj të tërë marrëdhënieje. Fatime, mund të qëndroni këtu me ne? Në fakt, mendoj se duhet ta dëgjoni këtë bisedë, me që ka të bëjë me të ardhmen e kësaj shtëpie. Fatimia hezitoi duke parë nga Artanit e Elira, duke kuptuar qartë se diçka e rëndësishme po ndodhte. Nëse ju mendoni se është e nevojshme. Mendoj se po. Uluni aty, ju lutem. Elira u ngrit papritur, dukshëm e irrituar nga prania e Fatimes. Artan, kjo është qesharake. Nuk do të diskutoj çështje personale tona para një shërbëtoreje. Një shërbëtoreje? Artani u ngrit gjithashtu me një ftohtësi në zë që e bëri Elirën të tërhiqej. Fatimia nuk është një shërbëtore. Ajo është pjesë e familjes sime. Dhe e di pse? Sepse në 12 vjet që punon këtu, ajo kur nuk më ka kërkuar asgjë më shumë se sa meritonte. Kur nuk ka treguar interes për paratë e mia, kur nuk më ka gënjur për asgjë. Kur nuk ka bërë sikur ndjente diçka që nuk e ndjente. Artani eci drejt Fatimes dhe i vuri dorën në shpatull, në një gjest që tregonte respekt dhe dashuri të vërtetë. Fatimia u kujdes për mua kur u sëmura me pneumoni sikur të isha fëmia i saj. Më solli ilaçet në orën e duhur, bëri supë speciale, fjeti në divan për të më pasur në nënvëzhgim. Dhe e di çfarë fitoi në këmbim? Asgjë përveç mirënjohjes. Ajo nuk e shfrytëzoi cenueshmërinë time për të kërkuar favore, nuk e përdori situatën për t'ju afruar pasurisë sime. Elira ishte dukshëm e parehatshme me krahasimin, por Artani nuk kishte mbaruar. 5 vjet më parë, djali i Fatimes u sëmur rënd. Leucemi. Trajtim i shtrenjtë, ilaçe të importuara, shtrime të vazhdueshme në spital. Ajo kur nuk më tregoi asgjë, kur nuk kërkoi ndihmë, kur nuk e përdori situatën për të përfituar. Përballoi gjithçka vetëm në heshtje, ndërsa vazhdonte të kujdesej për shtëpinë time me të njëjtin përkushtim si gjithmonë. Fatimia e shikoi Artanin me habi, duke mos kuptuar pse ai po e tregonte atë histori. Fatime, unë pagova të gjithë trajtimin e Besartit. Gjithçka. Organizova mjekët më të mirë, u sigurova që ai të kishte akses në çdo gjë që i nevojitej. Ti kur nuk e more vesh se isha unë sepse organizova gjithçka që të dukej sikur sigurimi shëndetësor kishte miratuar një trajtim special. Fatimia hapi sytë e mëdhenj duke mbuluar gojen me duar. Lotët filluan t'i rridhnin në përfytyrë ndërsa përpunonte informacionin. Zoti Artan ishit ju që shpëtuat djalin tim? Po. Dhe e di pse e bëra? Sepse ti je një person i mirë që meriton të ndodhin gjëra të mira në jetë.
sepse gjatë gjithë këtyre viteve ti ke treguar dashuri të sinqertë për mua pa pritur kur asgjë në këmbim. Sepse ti më trajton si njeri, jo si llogari bankare. Fatimja u ngrit dhe e përqafoi Artanin duke qarë e prekur. Ishte një përqafim që transmetonte vite mirënjohje të përmbajtur, dashurie të sinqertë, njohje të ndërsjellë mes dy njerëzve që vërtet kujdeseshin për njëri tjetrin. Artani shikoi Elirën mbi shpatullën e Fatimes. Ajo ishte ndalur në anën tjetër të dhomës, duke vëzhguar skenën me një shprehje që përziente parehati, zili dhe irritim. Në atë moment u bë e qartë për të gjithë në dhomë se kush kujdesej vërtet për Artanin si njeri. Fatime, ulu këtu pranë meje. Dua që të dëgjosh se çfarë ka për të më thënë Elira. Fatimja ul pranë Artanit, ende e prekur nga zbulimi, por qartësisht e vendosur ta mbështeste në çdo gjë që ishte e nevojshme. Artani u kthye përsëri nga Elira. Tani, Elira, do të jap një shans të fundit për të qenë e sinqert me mua. Pse je me mua? Çfarë dëshiron vërtet? Elira shikoi nga Artani te Fatimja, duke kuptuar se ishte plotësisht në kurth. Prania e kujdestares e bënte edhe më të parehatshme sepse simbolizonte gjithçka që ajo nuk ishte, e sinqertë, besnike, e painteresuar. Artan, kjo nuk është e drejtë. Ti po më poshtëron para saj. Nuk po të poshtëroj. Po të jap mundësinë të jesh e vërtetë për herë të parë që kur jemi një orë. Thuaj të vërtetën, Elira. Pse je me mua? Tashmë të thash se të dua. Gënjeshtër. Zëri i Artanit u dëgjua në dhomë me një forcë që e bëri Elirën të tkurrej. Ti nuk më do dhe kur nuk më ke dashur. Ti do paratë e mia, statusin tim shoqëror, atë që unë mund të jap materialisht. Por ti nuk më do si njeri. Artani u ngrit dhe eci drejt tavolinës ku ishin dokumentet. Mori një dosje tjetër dhe e hapi. Dëshiron të dish si e di? Sepse bëra edhe unë hetimin tim. Di për borxhet e tua, për situatën tënde të dëshpëruar financiare, për kërkimet e tua në internet për pasurinë bashkëshortore dhe të drejtat e trashëgimisë. E di se ti kur nuk ke pasur ndërmend të më duash. Që nga dita e parë, unë kam qenë vetëm një objektiv. Elira më në fund e humbi toruan. Maska e ëmbëlsisë dhe cenueshmërisë që kishte mbajtur për muaj të tërë u zhduk plotësisht, duke i lënë vendin personit të ftohtë dhe llogaritës që ishte në të vërtetë. Në rregull. Dëshiron të vërtetën? E vërteta është se ke të drejtë. Unë nuk të dua. Si mund të doja dikë si ti? Si kështu, dikë si unë? Ti je patetik, Artan. Një burr 52 vjeçar që ende beson në dashurinë e vërtetë si një adoleshent romantik. Ti vërtet mendove se një grua e moshës dhe bukurisë sime do të ishte e interesuar për ty për shkak të sharmeve të tua personale? Mizoria në fjalët e Elirës e la Artanin për një moment pa reaguar. Fatimja u ngrit e indinjuar. Si mund të flisni kështu? Zoti Artan është një njeri i mirë, bujar, ka punuar gjithë jetën për të arritur atë që ka. Mbyllë gojen, shërbëtorja jote. Kjo është bisedë mes të rriturish. Elira u kthye nga Artani me sy plot përbuzje. Dëshiron të dish të vërtetën vërtet? E vërteta është se gjithmonë e kam ditur se ti ishe një budalla. Një burr i pasur dhe i vetmuar, i dëshpëruar për shoqëri, i gatshëm të besonte çdo grua që bënte sikur interesohej për të. Artanit i dukej sikur po merrte grushte në stomak. Çdo fjalë e Elirës ishte një zbulim i dhimbshëm se si ajo e shihte vërtet, se sa naiv dhe i cenueshëm kishte qenë. Ti vërtet mendove se ndjeja kënaqësi në bisedat e tua për punën, për projektet e tua sociale, për kujtimet e tua të fëmijërisë? Unë bëja sikur interesohesha sepse e dija se kjo ishte ajo që ti doje të dëgjoje. Burrat si ti janë të lehtë për t'u manipuluar. Mjafton të bësh sikur kujdesesh për ta si njerëz dhe ata të japin gjithçka. Elira, po tregohesh tepër mizore, u përpoq të ndërhynte Fatimja, por Elira ishte e vendosur të shkatëronte çdo gjurmë digniteti që Artanit mund t'i kishte mbetur. Mizore? Unë do të tregoj se çfarë është mizore. Mizore ishte të bëja sikur më pëlqente të bëja seks me të. Mizore ishte të duroja përpjekjet e tij patetike për të më bërë përshtypje me dhurata të shtrenjta dhe udhëtime romantike. Mizore ishte të bëja sikur më dukeshin interesante historitë e tij se si ishte i varfër dhe arriti të bëhej i pasur. Artani mbylli syt, duke ndjerë një dhimbje që nuk ishte fizike, por që dukej se po i coptonte diçka thelbësore brenda tij.
Të gjitha kujtimet që kishte me Elirën por i kontekstualizoheshin si gënjeshtra të përpunuara. Por e di çfarë më irriton më shumë tek ti, Artan? Është se ti e mendon veten më të mirë se njerëzit si unë. Ti e sheh veten si një njeri të ndershëm, bujar, që meriton të duhet për atë që është. Por e vërteta është se ti je vetëm një tjetër pasanik i vetmuar që përdor paratë për të blerë shoqëri. Kjo nuk është e vërtetë. Fatimia nuk mundi të përmbahej më. Zoti Artan është një person vërtet i mirë. Ai ndihmon njerëzit pa pritur asgjë në këmbim, ai shqetësohet për punonjësit, ai. Mbylle gojen. Ti e mbron sepse paguhesh për këtë. Nëse ai do të varfërohej nesër, ti do të ishe e para që do të kërkoje një punë tjetër. Si mund të thuash një gjë të tillë? Fatimia kishte lot indinjate në sy. Unë punoj për të prej 12 vitesh sepse e respektoj dhe e pëlqej si njeri. Kur ai të jetë 80 vjeç dhe të ketë nevojë për kujdes, unë do të jem këtu. Dhe e di pse? Sepse disa njerëz ende e dinë se çfarë është besnikëria, se çfarë është dashuria e sinqertë. Besnikëria? Elira qeshi me përbuzje. Ti jeton në një shtëpi që ai e paguan, ha ushqim që ai e blen, djali yt u trajtua me paratë e tij. Çfarë besnikërie është kjo? Ju të dyja jeni patetike, duke jetuar në këtë fantazi se kjo është dashuri. Është thjesht një marrëdhënie tregtare e maskuar. Artani hapi sytë dhe e shikoi Elirën me një qartësi që nuk e kishte pasur prej muajsh. E gjithë dhimbja që po ndjente nuk ishte sepse ajo po zbulonte të vërteta për të. Ishte sepse ai më në fund po shihte se kush ishte ajo në të vërtetë, një person i paaftë për të kuptuar dashurinë e sinqertë, i paaftë për të njohur mirësinë e vërtetë, i paaftë për të ndjerë mirënjohje apo empati. Mjaft, Elira. Tani do të më thuash edhe mua të mbyll gojen? Jo. Tani do të kërkoj të dalësh nga shtëpia ime dhe të mos kthehesh më kurrë. Elira u duke habitur për një moment, sikur nuk priste që Artani ta përfundonte lidhjen kaq shpejt pas zbulimeve të saj. Artan, unë thjesht po tregohesha e sinqertë, siç kërkove. Ndoshta e egzagjerova. Nuk egzagjerove as pak. Ti tregove saktësisht se kush je. Dhe tani që e di, preferoj të qëndroj vetëm sesa pranë dikujt që më sheh si një budalla për t'u shfrytëzuar. Artani eci drejt derës së dhomës dhe e hapi, duke i bërë me shenjë Elirës të dilte. Gjërat e tua do të jenë të paketuara dhe gati për t'u marrë nesër në mëngjes. Nuk dua të shoh më këtu. Elira kuptoi se kishte humbur gjithçka. Në mizorinë e saj kishte shkatëruar çdo mundësi për të mbajtur lidhjen dhe, rrjedhimisht, çdo akses në pasurinë e Artanit. Prit, Artan. Ndoshta mund të flasim më me qetësi. E pranoj se thash gjëra që nuk duheje. Nuk ka asgjë për të biseduar, Elira. Ti më tregove se kush je në të vërtetë dhe unë të besoj. Elira doli nga shtëpia e Artanit atë natë duke marrë vetëm çantën që kishte sjell. Ajo u përpoq të argumentonte edhe disa herë, madje kërcënoi me padi gjyqësore, por Artani qëndroi i palëkundur në vendimin e tij. Fatime qëndroi pranë tij gjatë gjithë diskutimit final, jo si një shërbëtore që zbatonte urdhra, por si një mike e vërtetë që ofronte mbështetje morale në një moment të vështirë. Kur dera u mbyll përfundimisht pas Elirës, shtëpia u zhyt në një heshtje që dukej se jehonte me peshën e zbulimeve të natës. Artani eci ngadalë drejt balkonit, ku shkonte zakonisht kur i duhej të mendonte për vendime të rëndësishme. Tirana shtrihej para tij, një metropol me miliona njerëz, secili duke jetuar dramat e veta, zbulimet e veta për natyrën njerëzore. Fatimia e ndoqi diskretisht, duke mbajtur një filxhan çaj të nxehtë. Ajo e njihte Artanin mjaftueshëm për të ditur se ai do të kishte nevojë për kohë për të përpunuar gjithçka që kishte ndodhur, por gjithashtu e dinte se nuk duhej të qëndronte plotësisht vetëm në atë moment. Zoti Artan, jeni mirë? Artani pranoi filxhanin e çajit dhe qëndroi disa minuta në heshtje, duke parë dritat e qytetit. Kur më në fund foli, zëri i tij mbante një trishtim të thellë, por edhe një lehtësim të çuditshëm. Fatime, mund të rrëfej diçka? Muajt e fundit ndihesha si i çmendur. Të gjitha ato shenja, ato dyshime përpiqesha të injoroja, përpiqesha të besoja se po tregohesha paranojak. Por thellë, e dija se diçka nuk shkonte. Ju nuk ishit paranojak. Ishit intuitiv. Kur dikush nuk na do me të vërtetë, ne e ndjejmë, edhe pse nuk duam ta pranojmë.
Artani piu një glënjë çaj, duke shijuar jo vetëm lëngun e nxehtë, por edhe thjeshtësinë e gjestit. Fatimia e kishte përgatitur saktësisht në temperaturën që ai pëlqente, kishte vënë sasinë e duhur të sheqerit, e kishte shërbyer në filxhanin që ai preferonte të përdorte kur ishte reflektiv. Ishin detaje të vogla, por që zbulonin vite vëmendjeje të sinqertë. E di çfarë më dhem më shumë, Fatime? Nuk është as fakti që ajo gënjeu se më donte. Është fakti që jam gabuar kaq shumë për aftësinë time për të gjykuar njerëzit. Si mundet një njeri që ka ndërtuar një perandor i bazuar në vlerësimin e karakterit të ortakëve, punonisëve dhe partnerëve të jetë kaq i verbër ndaj dikujt me të cilin ndante shtratin çdo natë? Sepse kur duam shumë të besojmë diçka, ne injorojmë shenjat që tregojnë të kundërtën. Ju doni të kishit dikë të veçantë në jetën tuaj, dhe kjo është njerëzore. Kjo është e bukur, nuk është arsye për turp. Artani u kthye për të parë Fatimen. Në dritën e butë të balkonit, ai mund të shihte fijet e thinjura në flokët e saj gështenjë, rrudhat e vogla rreth syve që flisnin për vite të tëra buzëqeshjes të sinqerta, duart punëtore që ishin kujdesur për shtëpinë e tij dhe rrjedhimisht, për më shumë se një dekadë. Fatime, mund të bëj një pyetje personale? Sigurisht, zoti Artan. Pse nuk u martove më? Ti je një grua e bukur, punëtore, ke një zemër të madhe. Jam i sigurt se shumë burra do të ishin të interesuar për ty. Fatimia qeshi lehtë, një tingull i ngrohtë që gjithmonë e bënte Artanin të ndihej më i qetë. Pasi vdiq burri im, u përqendrova në rritjen e Besartit dhe në punë. Dhe pastaj, me kalimin e kohës, kuptova se tashmë kisha një familje. Ju, kjo shtëpi, kjo rutinë që kemi ndërtuar së bashku, unë ndihem e plotësuar kështu. Por kjo nuk është e drejtë për ty, Fatime. Ti meriton të kesh dikë që të do, që kujdeset për ty, që ndan jetën me ty me të vërtetë. Zoti Artan, a nuk kuptoni? Fatimia u ul në karrigen pranë tij, duke marrë një afërsi që rrallë ja lejonte vetes. Unë kam dikë që shqetësohet për mua. Kam dikë që vlerëson punën time, që respekton ndjenjat e mia, që u kujdes për djalin tim kur ai kishte më shumë nevojë. Unë kam një familje, edhe pse jo në formatin tradicional. Artanit i u bë një lëmsh në fy. Për vite me radhë, ai kishte kërkuar dashuri romantike në vende të gabuara, duke injoruar plotësisht dashurinë familjare të sinqertë që ishte pikërisht pranë tij. Fatimia nuk ishte aty për detyrim pune. Ajo ishte aty sepse vërtet kujdesej për të. Fatime, ti e di që unë kur nuk të shoh vetëm si një punonjëse, apo jo? Ti je shumë më e rëndësishme në jetën time se kaq. E di, zoti Artan. Dhe ju gjithashtu e dini se unë nuk punoj këtu vetëm për rrogën. Po të ishte vetëm kjo, do të kisha kërkuar punë të tjera që paguajnë më mirë ose që kërkojnë më pak orë. Unë qëndroj këtu sepse ky vend është edhe shtëpia ime. Ata qëndruan në heshtje për disa minuta, secili i humbur në mendimet e veta. Artani po përpunonte dallimin mes marrëdhënies artificiale që kishte pasur me Eliren dhe lidhjes së sinqertë që kishte me Fatimen. Ishte një mësim i dhimbshëm, por çlirues për llojet e ndryshme të dashurisë që ekzistojnë në jetë. Fatime, mund të tregoj pse pagova për trajtimin e Besartit? Nëse ju dëshironi. Nuk ishte vetëm sepse ti je një punonjëse e mirë apo sepse kisha para tepër. Ishte sepse, gjatë gjithë këtyre viteve duke punuar këtu, ti ke treguar një lloj dashurie që unë nuk e njihja në atë kohë. Ti kujdeseshe për mua në ditët kur kthehesha në shtëpi i shkatëruar nga problemet në kompani. Ti vije re kur isha i shqetësuar dhe bëje ato ëmbëlsirat që më kujtonin fëmijërinë time. Ti kur nuk i gjykove zgjedhjet e mia, edhe kur ato ishin të diskutueshme. Artani bëri një pauzë duke organizuar mendimet. Kur mora vesh se Besarti ishte i sëmur, kuptova se ti po përballeshe me frikën më të madhe të jetës tënde në heshtje, pa kërkuar ndihmë, pa e përdorur situatën për të përfituar. Në atë moment, kuptova se ti më doje si familje. Dhe familjet ndihmojnë njëra tjetrën. Zoti Artan. Fatimia kishte përsëri lot në sy. Dhe e di çfarë tjetër? Gjatë gjithë këtyre viteve, ndërsa unë kërkoja dashuri romantike te gratë që më afroheshin për interes, unë tashmë kisha dashuri të vërtet në jetën time. Dashuri familjare, dashuri e bazuar në respekt të ndërsjell, në dashuri të sinqertë, në shqetësim real për mirëqenien e tjetrit. Artani u ngrit dhe i zgjati dorën Fatimes. Eja këtu. Dua të tregoj diçka. Ata hynë në shtëpi dhe Artani e çoi në zyrën e tij private.
hapi një kasafort të vogël që ndodhej pas disa librave dhe nxori prej andej disa dokumente. Këto janë letrat e shtëpisë në Kamës që bleva vitin e kaluar. Të kujtohet kur thash se ishte një investim? Po, më kujtohet. Në fakt, e bleva atë shtëpi duke menduar për të ardhmen e Besartit. Për kur ai të mbaroj fakultetin, kur të doj të martohet, kur të doj të ketë pavarësi. Shtëpia është në emër të tij, por ti do të jetosh atje sa të duash, për aq kohë sa të kesh nevojë. Fatimja mbeti pa fjalë, duke mbajtur dokumentet me duar që i dridheshin. Dhe këtu është një fond që kam krijuar për arsimimin e tij. Mjaftueshëm për të paguar çdo fakultet që ai dëshiron, çdo kurs specializimi, çdo ëndër akademike që ai ka. Zoti Artan, unë nuk mund ta pranoj këtë. Mundesh. Dhe e di pse? Sepse kështu bëjnë familjet. Kujdesen për njëra tjetrën. Sigurohen që të rinjt të kenë mundësi për të ndërtuar një jetë më të mirë. Artani u ul në koltukun e zyrës dhe tërhoqi një karrige që Fatimja të ulej pranë tij. Fatime, gjatë gjithë këtyre viteve, unë po kërkoja dashurinë në vendin e gabuar. Po kërkoja dikë që të më shihte si një njeri të suksesshëm, që të më admironte për arritjet e mia financiare, që të donte të ndante statusin tim shoqëror. Por dashuria e vërtet ishte këtu gjatë gjithë kohës. Si kështu, zoti Artan? Dashuria e vërtet është dikush që shqetësohet kur ti vjen vonë nga puna. Është dikush që vëre kur je i trishtuar dhe bën pjatën tënde të preferuar pa e kërkuar ti, është dikush që feston fitoret e tua pa e pasur zili suksesin tënd. Është dikush që qëndron pranë teje në momentet e vështira pa pritur asgjë në këmbim. Artani e shikoi drejt për drejt në sy Fatimen. Ti ke bërë të gjitha këto për mua gjatë 12 viteve. Ti më ke dashur si familje para se unë ta kuptoja se kjo ishte ajo që më duhej në jetë. Unë gjithmonë jam kujdesur shumë për ju, zoti Artan. Që nga dita e parë që kam hyrë në këtë shtëpi. Dhe unë kujdesem shumë për ty gjithashtu. Prandaj dua të zyrtarizoj diçka që tashmë ekziston prej vitesh. Artani hapi një dokument tjetër që ishte mbi tavolinë. Ky është testamenti im i ri. Ti je përfshirë si përfituese, së bashku me institucionet e bamirësisë që unë mbështes. Jo sepse pres të vdes së shpejti, por sepse dua të sigurohem që ti të jesh e mbrojtur financiarisht për pjesën tjetër të jetës. Zoti Artan, ju nuk keni nevojë ta bëni këtë. Kam nevojë. Jo për detyrim, por sepse kështu bëjnë familjet. Kujdesen për njëra tjetrën. Artani u ngrit dhe shkoi te dritarja e zyrës duke soditur pamjen e natës së Tiranës. Qyteti i dukej ndryshe tani, sikur kishte fituar kuptime të reja. Fatime, sonte mësova diçka të rëndësishme për veten time. Për vite me radhë, mendoja se suksesi financiar ishte i pamjaftueshëm, se më duhej të gjeja një partnere për t'u plotësuar. Por e vërteta është se unë tashmë isha i plotësuar. Tashmë kisha një familje, tashmë kisha dashuri të sinqertë në jetën time. Si kështu, zoti Artan? Ti, Besarti, madje edhe punonjës të kompanisë që punojnë me mua prej vitesh dhe janë bërë miq të vërtet, unë tashmë kisha një rrjet njerëzish që kujdesen për mua me të vërtetë. Nuk kisha nevojë të kërkoja vërtetim romantik te gratë që më shihnin vetëm si një mundësi financiare. Artani u kthye nga Fatimja me një buzëqeshje që ajo nuk e kishte parë prej muajsh. E di cila është ironia e gjithë kësaj? Elira kishte të drejtë për një gjë. Unë po përpiqesha të blija afeksion. Jo me dhurata të shtrenjta apo udhëtime luksoze, por me fantazinë se gratë interesagjie mund të shndërroheshin në partnere të dashura nëse unë do të isha mjaftueshëm bujar. Ju nuk mund ta fajsoni veten pse doni të ishit i dashur. Nuk e fajsoj veten pse doja të isha i dashur, Fatime. E fajsoj veten pse nuk e kuptova se tashmë isha i dashur. Artani u ul përsëri dhe i mori duart e Fatimes mes të tijave. Nga sot e tutje, nuk do të kërkoj më dashuri romantike sikur të ishte një nevojë dëshpëruese. Nëse shfaqet dikush i sinqert në jetën time, shkëlqyeshëm. Por nëse nuk shfaqet, gjithashtu është në rregull. Sepse unë të kam ty, kam Besartin, kam miq të vërtetë. Kam një familje të zgjedhur. Fatimja buzëqeshi përmes lotëve. Ne gjithmonë kemi qenë një familje, zoti Artan. Vetëm se juve ju desh pak kohë për ta kuptuar.
Ata biseduan deri vonë atë natë, jo për para apo detyrime pune, por për ëndra, për të ardhmen e Besartit, për planet për të rinovuar shtëpinë, për gjëra të vogla që e bëjnë jetën të vlefshme. Artani kuptoi se ishin biseda që nuk i kishte pasur kur me Elirën, biseda për jetën reale, për ndjenja të sinqerta, për shqetësime dhe gëzime të përbashkëta. Në ditët që pasuan, Artani përjetoi një ndjenjë lehtësie që nuk e ndjente prej vitesh. Shtëpia dukej më e ngrohtë pa praninë e Elirës, pa tensionin e vazhdueshëm të dikujt që vlerësonte çdo objekt për vlerën e tij monetare. Fatimia vazhdonte me rutinat e saj të zakonshme, por tani kishte një intimitet tjetër mes tyre, intimiteti i njerëzve që më në fund e njohin njëri tjetrin si familje. Besarti, i cili tani ishte 15 vjeç, filloi të frekuentonte shtëpinë në fundjavë. Artani zbuloi se djali ishte inteligjent, shakator dhe ëndërronte të studionte për inxhinieri. Ai u ofrua ta ndihmonte Besartin me matematikë dhe fizikë dhe zbuloi se t'i mësojë një të riu të motivuar ishte një nga përvojat më shpërblyese që kishte jetuar ndonjëherë. Zoti Artan, tha Besarti një pasdite ndërsa studionin në tryezën e dhomës së ndenjes, nëna ime më tregoi se ishit ju që paguat trajtimin tim kur isha i sëmur. Artani ndaloi së shkruari dhe shikoi djalin, duke u përgatitur për një bisedë të vështirë për mirënjohjen dhe detyrimet. Besart, unë dua të të falenderoj, por dua të të falenderoj siç duhet. Nuk është vetëm për paratë që shpenzove. Është sepse u kujdese. Nëna ime gjithmonë thoshte se punonte për një njeri të mirë, por unë nuk e kuptoja mirë se çfarë do të thoshte. Tani e kuptoj. Artani ndjeu një emocion të thellë t'i pushtonte gjoksin. Ishte ndryshe nga mirënjohja profesionale që ishte mësuar të merrte në kompani. Ishte njohja e sinqertë e dikujt që ishte prekur nga një veprim i painteresuar. Besart, nuk ke nevojë të më falenderosh. Familjet ndihmojnë njëra tjetrën. Pikërisht. Ne jemi familje. 3 muaj pas largimit të Elirës, Artani po punonte në zyrën e tij kur mori një telefonat të papritur. Ishte avokat Agron Leka. Zoti Artan Berisha? Jam Agron Leka, avokat. Duhet të flas me ju për zonjushën Elira Hoxha. Artani ndjeu një shtrëngim në stomak, duke imagjinuar se çfarë lloj padije apo shantazhi po vinte. Çfarë do ajo tani? Në fakt, zotëri, ajo u arrestua dje për mashtrim. Ka aplikuar një mashtrim të ngjashëm ndaj një biznesmeni tjetër këtu në Tiranë, por këtë herë viktima e zbuloi para martesës dhe mblodhi prova të mjaftueshme për një proces penal. Artani heshti për disa sekonda duke përpunuar informacionin. Dhe çfarë lidhje ka kjo me mua? Më duhet të di nëse ju keni interes të bëni gjithashtu një ankesë. Gjetëm në apartamentin e saj dokumente dhe foto që lidhen me ju, prova se ajo po planifikonte një mashtrim të ngjashëm. Avokat Leka, ju falenderoj për informacionin, por nuk kam interes për procese. Elira tashmë ka dalë nga jeta ime dhe kështu dua të vazhdoj. Jeni i sigurt? Ju mund të rikuperoni çdo para që ajo mund të ketë marrë gjatë lidhjes. Ajo nuk mori asnjë para. Dhe edhe sikur të kishte marrë, unë nuk dua më asgjë që lidhet me të në jetën time. Kur mbylli telefonin, Artani kuptoi se nuk ndjente zemërim për Elirën, nuk ndjente dëshirë për hakmarrje, nuk ndjente asgjë përveç një indiferencë të plotë. Ajo ishte bërë e parëndësishme në jetën e tij, një episod i pakëndshëm që kishte shërbyer për t'i mësuar atij mësime të rëndësishme për veten. Fatimia u shfaq në derën e zyrës me buzëqeshjen e saj të zakonshme të matur. Zoti Artan, Besarti erdhi. Ai solli notat e semestrit të parë të shkollës. Lajme të mira apo lajme të këqija? Të shkëlqyera. Ai mori notat më të mira të klasës në matematikë dhe fizikë. Artani buzëqeshi sinqerisht. Ishte lloji i lajmit që e bënte vërtet të lumtur, lloji i gëzimit që vinte nga të parit e dikujt që donte të arrinte objektivat e tij. Atëherë sot është ditë feste. Fatime, ç'thoni të përgatisim një darkë speciale për Besartin? Tashmë po e bëj. Atë lazanjen që ai e adhuron. Artani shikoi Fatimen dhe kuptoi se jeta e tij ishte e plotësuar. Jo në mënyrën siç e kishte imagjinuar vite më parë, kur mendonte se i duhej një grua për të qenë i lumtur. Ishte e plotësuar sepse kishte njerëz të sinqertë rreth tij, njerëz që kujdeseshin për të dhe për të cilët ai kujdesej me të vërtetë. Atë natë, gjatë darkës, Artani vëzhgoi Besartin duke treguar me entuziazëm për projektet e tij në shkollë dhe Fatimen duke dëgjuar me krenarinë e një nëne të stampuar në fytyrë.
Kuptoi se ajo ishte familja që ai kishte zgjedhur dhe që e kishte zgjedhur edhe atë. Jo një familje e bazuar në gjak apo në kontrata martese, por një familje e bazuar në dashuri të ndërsjellë, në respekt, në shqetësim të sinqert për njëri tjetrin. Artan Berisha më në fund kishte zbuluar se çfarë ishte dashuria e vërtetë. Jo ajo dashuria romantike e idealizuar që kishte kërkuar për vite me radhë, por dashuria që manifestohet në përditshmëri, në gjeste të thjeshta, në praninë e vazhdueshme, në besnikërinë që nuk ka nevojë të blihet apo të negociohet. Ishte dashuria që ishte para syve të tij për më shumë se një dekadë, duke pritur me durim të njihej. Dhe kështu Artani gjeti paqen e tij. Jo përmes vërtetimit të një partnereje që e admironte për arritjet e tij, por përmes njohjes se ai tashmë kishte gjithçka që i nevojitej, njerëz që e donin për atë që ishte, jo për atë që zotëronte. Njerëz që do të qëndronin pranë tij jo vetëm në momentet e suksesit, por sidomos në momentet e cenueshmërisë dhe nevojës. Disa javë më vonë, Artani po organizonte dokumente në zyrën e tij kur gjeti një foto të vjetër të Elirës. Për një moment, shikoi imazhin e gruas që gati sa nuk ja kishte shkatëruar besimin në njerëzim. Por në vend që të ndjente dhimbje apo zemërim, ndjeu vetëm mirënjohje. Mirënjohje që kishte zbuluar në kohë se kush ishte ajo në të vërtetë. Mirënjohje që ishte detyruar të rivlerësonte prioritetet e tij në jetë. Mirënjohje që më në fund kishte njohur dashurinë e vërtetë që kishte qenë gjithmonë e pranishme në jetën e tij. Artani e gris me qetësi foton dhe i hodhi copat në kosh. Pastaj u drejtua për në kuzhinë, ku Fatimia po përgatiste kafen e pasdites dhe Besarti po bënte detyrat e shtëpisë në tavolinë. Familja e tij. Familja e tij e vërtetë. Fatime, Besart, si thoni të bëjmë një udhëtim fundjavën e ardhshme? Kam dëgjuar për një bujtim shumë të bukur në mal, do të ishte e mrekullueshme, zoti Artan. Mund ta marr edhe shokun tim të shkollës? Sigurisht që mundesh, Besart. Sa më shumë njerëz që duam, aq më mirë. Artani u ul në tavolinë me ta, duke pirë kafe dhe duke ndihmuar Besartin me detyrat e matematikës. Nga dritarja e kuzhinës, shite diellin e pasdites që i jepte një ngjyrë të artë ndërtesave të Tiranës. Qyteti vazhdonte të ishte i njëjti, por ai ishte një person krejtësisht tjetër. Kishte zbuluar se dashuria e vërtetë nuk ishte diçka që duhej fituar apo blerë. Ishte diçka që rritej natyrshëm mes njerëzve që zgjidhnin të kujdeseshin për njëri tjetrin. Dhe kështu Artan Berisha, biznesmeni i suksesshëm që kishte ndërtuar një perandori nga hiçi, mësoi mësimin më të rëndësishëm të jetës së tij. Vlera e vërtetë e një personi nuk matet me atë që ka, por me aftësinë që tregon për të dashur dhe për t'u dashur në mënyrë të sinqertë. Dhe se ndonjëherë familjet më të vërteta janë ato që ne zgjedhim, jo ato në të cilat lindim apo me të cilat martohemi. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Artanit, Fatimes dhe zbulimit të dashurisë së vërtetë t'ju ketë prekur thellësisht zemrat. Nëse ky rrëfim mbi besnikërinë, familjen e zgjedhur dhe dallimin mes interesit dhe dashurisë së sinqertë ju ka emocionuar, lini pëlqimin tuaj, abonohuni në kanal dhe ndani në komente se cili moment ju ka lënë më shumë mbresa. Sa prej nesh nuk e kemi kaluar përvojën e kërkimit të dashurisë në vendet e gabuara, duke injoruar dashurinë e sinqertë që tashmë ekzistonte në jetët tona? Historia e Artanit na mëson se ndonjëherë njerëzit më të rëndësishëm janë pikërisht pranë nesh, duke treguar dashuri përmes gjesteve të thjeshta dhe të përditshme. Çdo ditë sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë ndjenjat më të thella të shpirtit njerëzor dhe na bëjnë të reflektojmë mbi marrëdhëniet tona. Ju presim në episodin e ardhshëm, ku një histori e re do të prekë zemrën tuaj dhe do t'ju bëjë të besoni edhe më shumë në forcën e ndjenjave të vërteta.